nuk është një situatë normale, nuk është një situatë e zakonshme. Por kjo fryma e panikut, fryma negative, po kalon masa. Domethënë shef video që nuk ja tregojnë Emiratëve të Bashkuara, shef pretendime të pavërteta, informacione që janë të rreme dhe do sugjeroja njerëzit që nuk po them që mos të bëjnë kujdes, por të dinë se ku marrin informacion, të dinë se çfarë media zgjedhin, çfarë platforma zgjedhin dhe kjo në përgjithësi. Unë personalisht nga ana ime vazhdoj jetën, nuk mund të them si në normalitet sepse do të bëjmë më shumë kujdes në jetën e përditshme, por dyqanet janë hapur, taksit funksionojnë, ne frekuentojmë punën, kush ka mundësi, ka datë fleksibilitetin të punoj online, mund të punoj. Kështu që gjërat nuk është se kanë në duket sikur do përkeqësohen. Mendoj që do përmirësohen, sepse Emiratet e Bashkuara janë një shtet goxha i fuqishëm dhe e ka vërtetuar me kohën që ti përballoj situatat nëpërmjet negociatave, dialogut dhe rrugëve diplomatike. Kështu që besoj që edhe në këtë sfidë aktuale do të ndiqet po e njëjta mënyrë.